Edhe pyetje direkte, edhe kështu, edhe ashtu s'është pyetje direkte më pastaj. Qëndrimi jote është që këtë djalin ti mendon se e ke aleancë, e përdor një sizarin e grupit dhe për këtë arsye ty të intereson ta mbrosh. Kjo është e gjitha. Dhe ti e pranon, nuk ndihme nga ngacmuar kaq mbaroi muhabeti. Në përgjithësi nuk fiton dot me aleanca me njerëz që janë. Po jeni një peshe e pandar, si që keni aleancë. Jeni një peshe e pandar, sepse ti tenton të jesh koka grupit, Senaldo tenton të jetë koka grupit, Mari e di që është zdarë, për shembull. Po. Në pjesën e drejtësisë, e vendos vetë drejtësia kokën e grupit. A, jeni bërë drejtësia tani? Mendoj unë, këtë mendoj unë. Nuk e përcakton, drejtësi kërkon gjithë për secilin. Edhe ai bomba që thu ti, edhe ai me të vetën drejtësi kërkon. Unë si Artan, përfaqësoj Artani me ditë. Është relative, ne nuk kemi një kushtetues. Po edhe këtë grupit, më çfarë e pa, as më intereson fare mendimi. Po flasim bashk. A the pyetje drejt për drejt. Po flasim bashk. Pse mbështetesh te njerëz tjerë? Po flasim bashk. Ktu nuk ka një kushtetut. Çfarë është drejt